Ju atje në periferinë e një bashkie nuk protestuat kundër atyre që krye bashkiaku ishte bërë për ju, as kundër ati vetë. Ju që mbushët bulevardin dhe rrjetet sociale me protestën tuaj, nuk protestuat kundër Shqipërisë që ne ndërtuam gjatë 3 mandateve të para, dhe këtu po ndaj pak posaçërisht ata, jo të pakt që ishin votues, mbështetës, apo dhe antarët Partisë Socialiste. Po dhe ata që gjatë ditës ishin punë në shtetit dhe mbrëmje shkonin protestë. Ata nuk dolën në bulevardin e Flamingove për të mohuar transformimin e Shqipërisë, për të sulmuar qeverinë, apo për t'ju bashkuar këngës Rama jepe dorëheqjen. Ata që votuan për ne në qershorin e shkuar, dolën dhe u bashkuan me tjerët, edhe kur protesta drejtohej kundër meje, sepse forca e saj përgjithëse ishte më imponuese mbi ta se sa figura ime. Ata të administratës ku plot mund mos kenë votuar për ne, dolën dhe ata me tjerët, sepse Shqipëria e re që ne kemi ndërtuar nuk jeton me hijen e zvjetrës, kur njerëzit flakeshin nga puna e shtetit, me farë dhe me fis, pse shkonin në një takim tonin në opozitë. Se